Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Astma është një sëmundje kronike mushkëlive e cila inflamon dhe ngushton rrugët e frymarrjes. Astma shkakton periudha përsëritëse të frishkëllimit gjatë frymarrjes, ngushtim të gjoksit, zënje të frymës dhe kollitje. Kollitja zakonisht paraqitet gjatë natës ose herët në mëngjes. Rrugët e frymarrjes të inflamuara bëhen shumë të ndjeshme dhe reagojnë ndaj substancave të caktuara të quajtura alergjene, të cilat shkaktojnë sulme të astmës. Astma ishte emëruar zyrtarisht si problem specifik respirator nga Hipokrati në vitet 450 para lindjes së Krishtit, me një fjalë greke që kishte kuptimin e frymarrjes së zhurmshme, gjë që lidhet edhe me emrin e sotshëm. Astma është sëmundje respiratore e shpeshtë, madje në fëmijëri është sëmundja më shpeshtë kronike. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 250 milion njerëz të moshave të ndryshme në botë vuajnë nga astma. Ajo karakterizohet me sulme të përsëritura të vështërësisë në frymarrje, të fishkëllimës, të cilat ndryshojnë nga personi në person, si në ashpërsi ashtu edhe në frekuencë. Tek individët të smur, simptomat mund të shfaqen disa herë në ditë, apo javë dhe tek disa njerëz ato mund të përkeqësohen gjatë aktivitetit fizik ose gjatë natës. Shkaktarët apo nxitësit e astmës mund të ndahen në alergjik dhe jo alergjik. Një studim i tanishëm sugjeron që ata fëmijë që kanë predispozita gjenetike për astmë mund të jenë në një rrezik edhe më të lartë nëse ata janë obez apo mbi peshë. Në anën tjetër, të dhënat nga studimet e shumta që kanë bërë sugjerojnë se prevalenca e astmës është e reduktuar tek fëmijët që jetojnë në fshatra. Pra, sëmundja e astmës do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me doktor Leonard Mujen, pulmolog. Doktor Leonard Muja, mirë se erdhe në emisionin Stetoskop. Mirë se jeni, faleminderit për ftesën dhe shpresoj që do të kalojë mirë. Pra, fillimisht i njohim dëgjuesit me disa nga karakteristikat e astmës bronkiale. Si manifestohet ajo? Astma bronkiale është një sëmundje kronike e mushkëlive që shkakton në një farë mënyrë ngushtim dhe ejtje ose obstruksion të rrugëve të frymarrjes. Ajo mund të shkaktohet nga faktorë të ndryshëm, përfshirë ndjeshmërinë ndaj alergjenëve, siç janë për shembull pluhuri, poleni, lulat e polenit, kafshët shtëpiake, endotoksinat ose plunat nëpër shtëpia, ndryshime klimatike e tjera e tjera. Domethënë mund të jetë një sëmundje që shfaqet në dy forma, mund të jetë edhe sëmundje alergjike, po si nifet si astma alergjike, por edhe sëmundje jo alergjike, që në këtë rast vjen nga ndotja e ajrit, infeksionet e ndryshme të frymarrjes, siç janë nga infeksionet virale apo gripa të ndryshme, rrufat apo ftofje të ndryshme, domethënë mund të shkaktohen nga infeksionet bakteriale, nëse janë të moderuara që kalojnë në pneumoni apo diçka tjetër. Ndikojnë edhe streset fizike të ndryshme, gjendja emocionale e pacientit e këto. Domethënë, nëse mund të flasim, duhet përmendur gjithsesi edhe karakteristikat e saj, domethënë simptomat që shfaqin këtë sëmundje. Kolla mund të jetë kollë persistente, e vazhdueshme, që mund të shfaqet nëse është astma e rëndë, mund të shfaqet edhe gjatë natës, frymëzanie ose frymarrje me zhurmë ose vizing, që mund të jetë edhe si fishkëlluese, vështirësi frymarrje dhe ngushtim të krahërorit, në farë ndjenje që pacienti ka si shtypje ka fazën e krahërorit. Kjo sëmundje është e menaxhueshme me ilaçe të ndryshme, dhe duhet pasur parasysh që nëse kemi edhe një ndryshim të një stili të jetës, mund të ketë edhe një kurrë relativisht të mirë, por asesi të përgjithshme, domethënë të përhershme, por mund të jetë një kurrë e vazhdueshme dhe sëmundja mund të menaxhohet mirë nëse merret terapia që rekomandohet nga specialisti. Doktor, ekziston bindja se astma zakonisht godet në stinën e pranverës. Është e vërtetë apo astma mund të paraqitet në çdo stin? Astma mund të paraqitet në çdo stin, ajo mund të shfaqet edhe në stinën e pranverës edhe si në stinë tjera, mirë po mund të jetë edhe astma alergjike, që mund të jetë në një mënyrë astmë sezonale, që mund shfaqet zakonisht tek stina e pranverës, kur ka pluhra të ndryshme ose fryn era të mëdha, lulat e polenit shkaktojnë ngushtim ose irritim të rrugëve të frymarrjes dhe me këtë rast kemi një mënyrë tani pastaj ngushtim apo spazma të rrugëve të frymarrjes dhe me këtë rast shfaqen domosdoshmë epizode të ndryshme të astmës ose epizode astmatike që mund të jenë. Por nëse kihet parasysh kjo, atëherë duhet pasur parasysh edhe klasifikimin e saj domosdoshmë si bëhet. Në një astmë mund të kalojë domosdoshmë mund të ketë disa forma, mund të jetë astmë e lehtë, që në një farë mënyrë shfaq simptoma më rrallë, ose mund të themi shfaqen më pak se 2 herë në javë,
Pastaj simptomat mund të kontrollohen lehtësisht me terapi ose me ilaçe të vogla, siç janë këtë rast bronkodilatatorët apo bronkozgjerues, siç i themi na, për të hapur në një farë mënyrë rrugët e frymarrjes atë sa është e mundur, por përdoren edhe kortikosteroid nëse ka ndonjë inflamacion tek rrugët e frymarrjes. Kortikosteroidet ndikojnë për heqjen e këtij inflamacioni. Kështu në një farë mënyrë funksioni mushklive zakonisht mbetet i normalizuar pas periudhave, gjatë periudhave pa simptoma. Është edhe që vlen theksohet edhe astma e moderuar, ka simptoma më të shpeshta të një farë mënyre të frymëzanjes, mund të shfaqen edhe gjatë natës, po mund të kemi edhe gjatë aktivitetit fizik, ato mund të shfaqen jo një herë ose dy, po disa herë në javë. Edhe përdorimi i ilaçeve duhet jetë në këtë rast përdorimi i rregullt të ilaçeve, sidomos kortikosteroidet inhalatore dhe bronkodilatatorët apo bronkozgjeruesit, dilatuesit e rrugëve të mushkrive. Këtu mund të ndodhin periudha të shkurta ku funksioni i mushkrive është tash më i reduktuar. Përderisa te astma e lehtë ishte funksioni gati normal nëse merret terapia, tek astma e moderuar është funksioni i mushkrive më i reduktuar për shkak se janë epizodet astmatike më trona, dhe më vështirë të menaxhueshme. Por çka duhet të ketë parasysh është astma më e rëndë që shfaq simptoma të shpeshta dhe janë simptoma serioze që shfaqen me vështirësi të frymarrjes, domethënë obstruksion gjatë aktivitetit zakonshëm, domethënë mund të ndodhë gjatë qetësisë, por edhe gjatë ecjes së lehtë, po çashme si shfaqen edhe gjatë natës epizoda të shpeshta. Këto simptoma mund të jenë të vështira për të kontrolluara me trajtim pa një trajtim të fortë, duke përfshirë domon këtë rast ilaçe të fuqishme, përfshirë sidomos edhe kortikosteroidet oral që i thojmë ne. Edhe në farë mënyrë funksioni i mushkrive tek kjo lloj astmës është më shumë i dëmtuar, edhe ka në disa raste periudha të shkurtra akutizuese që kërkojnë trajtim të ndoshta të menjëhershëm të astmës. Por gjithmonë duhet pasur parasysh faktorët e jashtëm dhe të brendshëm që e kishin klasifikuar astmën në astmë që është e zakonshme ose astmë jo alergjike dhe astmën alergjike. Doktor Leonard, sa i përket moshave, cilat mosha godet më shpesh astma bronkiale? Zakonisht moshat që preken më shpesh janë moshat e fëmijëve, kanë ndryshime të mëdha në mushkri, domethënë gjatë fazave që nga lindja tutje, mirë po këto mund të themi që ekziston edhe një mit se shfaqet vetëm tek moshat e fëmijëve, por nuk do të thotë, sepse përveç moshave të fëmijëve, astma shfaqet edhe tek mosha e të rriturve. Astma prek njerëz, mund të themi të gjitha moshave. Është e vërtetë që shpesh fillon në fëmijëri, por ka shumë persona që zhvillojnë domethënë astmën për herë të parë edhe si moshë e rritur, domethënë e quhet si astma e të rriturve. Faktorët që ndikojnë, domethënë janë kryesisht janë alergjen, por ka dhe infeksione të ndryshme të frymarrjes, ndotja ambientit, ambientet e mbyllura, tymosja me tym, domethënë abuzimi me duhan për shembull dhe tjera, por çka duhet të ketë parasysh që të gjitha grup moshat, edhe të moshuarit bile shfaqet astma. Domethënë jo vetëm tek moshat e reja, por më e shpesht është tek mosha e fëmijëve. Doktor, sa është i vështirë bëhet diagnostifikimi i kësaj sëmundje? Diagnostikimi i kësaj sëmundje është më shumë tek kontrollimi i simptomave. Nëse për shembull këtë rast kemi të bëjmë me një astmë jo alergjike, duhet të ketë parasysh gjithmonë infeksioni që mund të ketë ardhur tek pacienti, këtë rast që është ndryshimi tek rrugët e frymarrjes, infeksionet virale që janë griprat e ndryshëm, infeksionet bakteriale që janë pneumonitë e ndryshme. Tek këto raste, tek astma jo alergjike ka shumë rëndësi edhe vaksinimi me vaksinat kundër gripit që të eliminohen infeksionet virale. Gripit sezonal, kërkoj falje, po. Edhe nëse pacienti vaksinohet me vaksinën e gripit sezonal, mundësia e një episodi të astmës është më e vogël, edhe pse është astmë jo alergjike. Po ashtu edhe një pneumonie moderuar, nëse nuk mjekohet me infeksion, domethënë me vaksina kundër pneumonisë, mund ta pasojë një astmë jo alergjike në të ardhmen. Kontrollimi domethënë i simptomave dhe parandalimi këtyre përkeqësimeve të mundshme në mënyrë edhe klasifikon ndihmon në trajtimin e vazhdueshëm të astmës bronkiale. Çka duhet të ketë parasysh? Trajtimi, domethënë, përfshin përdorimin e ilaçeve të ndryshme, ndër ilaçet ose metodat e zakonshme të trajtimit janë një grup ilaçe, nëse mund të quhet, janë ilaçet për lehtësimin, nëse mund të themi kështu në gjuhën popullore, në zhargonin popullor, për relaksimin ose lehtësimin e menjëhershëm të sëmundjes, janë për shembull bronkodilatatorët që i përmendëm pak më herët. Këto ilaçe janë përdorur për të hapur menjëherë rrugët e frymarrjes dhe për të lehtësuar në mënyrë frymarrjen. Ato përdoren kryesisht për të trajtuar simptomat e astmave gjatë sulmeve nëse ka akute, kështu sulme epizodike.
Këtu për shembull përfshihen zakonisht bronkodilatatorët me veprim të shkurtër, i thojmë ne, apo salbutamoli, i cili përdoret për të relaksuar, domethënë, muskujt e rrugëve të ajrit. Por kanë rëndësi edhe ilaçet për kontrollim afatgjatë, në këtë rast të astmës, që me menaxhu smundjen pak më gjatë, që janë edhe njihen si antiinflamatorë, se kundër pezmatimeve, nëse mund të themi në gjuhën popullore, kortikosteroidet inhalator. Këto janë ilaçe që përdoren për të reduktuar inflamacionin e rrugëve të ajrit dhe për të parandaluar përkeqësimin të astmës. Këto hyn zakonisht kortikosteroid ndryshëm, siç njihen flutikazone, budesonid, beklometazon. Janë domethënë disa ilaçe që janë të zakonshme tek astmatikët, përdoren rregullisht. Kemi edhe antileukotrienet, i themi ne, ose leukotrienet antagonist. Këto janë siç është për shembull montelukast, zafirlukast. Këto përdoren për të reduktuar inflamacionin dhe për të parandaluar deri në çmo sa ka mundësi simptomat e astmës, ose për të lehtësuar në mënyrë. Përdoret ne, i themi edhe një metilksantina, dhe është një bronkodilatator, por përdoret në raste më të rralla për të përmirësuar frymëmarrjen, sepse në disa raste ajo ka edhe efekte anësore dhe rrjedhimisht ajo përdoret më rrallë. Vlen të theksohen edhe grupi i tretë, ndoshta që mund të quhen kështu, janë rastet që përdoren, domthonë janë ilaçet biologjike, nëse njihen, përdoren, ndikojnë në mekanizmin imunologjik të smundjes. Këto ilaçe shpesh janë të shtrejta dhe administrohen me injeksione apo infuzione, siç është për shembull omalizumab, mepolizumab, benralizumab, domthonë janë terapi që përdoren pak më rrallë, por edhe këto janë që hyn në grupin e terapisë që përdoren. Vlen të theksohet që përveç terapisë ka shumë rëndësi edhe ndryshimi i stilit të jetës, domthonë një jetë mos me bëj jetë sedentare, një jetë domthonë kur e bën jetë të shëndetshme, një aktivitet shtuar fizik, atëherë edhe astma domthonë rekuperohet deri në masë të madhe. Shmangja nga alergjenet e ndryshëm ose irrituesit e ndryshëm, siç janë për shembull faktorë që përkeqësojnë astmën, në këtë rast shmangja i pluhurit, shmangja nga poleni, nga kafshët e ndryshme. Ka shumë të rinj ose pacientë që luajnë ose arktohen me maca, me qen, dhe ato mund të cilën reakcione allergjike, çimet e tyre e tjera. Ka shumë edhe çime të të ambienteve të mbyllura shtëpiake, siç janë, ne i themi, nëpër tepihet ndryshme, shtëpish, endotoksina për shembull thirrën. Pastaj edhe në famyrë edhe lagështia, myshqet, myku i objekteve të brendshme, këto ndikojnë shumë, domethënë në jetën, domethënë, ose në stilin e një pacienti që ka astmë. Mbajtja domethënë sa më shumë e një ambienti të pastër, ose aerosja e dhombave që janë të mbyllura, kur duhet aerosën, nga se edhe këtu zakonisht koha aerosjes duhet bëhet kur ka një ambient të pastër, pa një lagështi të theksuar, sepse emrat e ndryshme, lagështia e madhe vetëm e përkeqësojnë gjendjen, dhe kjo ndikon tani negativisht tek pacientët që njihen në atë sferë të familjes me smundjen e astmës. Por duhet pasur parasysh se ne kemi shumë njerëz që akoma e kanë atë stigmatizimin me duhan, domethënë nuk e pranojnë që ose e pin duhanin në ambiente të mbyllura, këto duhet pacientat ose një familjar që vun nga astma bronkiale të evitohet nga tymi duhanit, nga ai, nëse mund të themi kështu zhargon pak matron, nikotina abuzuesi në këtë farë, edhe të evitohet sa më shumë nga ndotja e ajrit ose ndotja e ambienteve të mbyllura. Po, doktor, kur jemi te terapia, është terapia përjetshme apo është vetëm në mënyrë periodike jepet? Ka shumë rëndësi, nëse mund të flasim edhe për terapinë, domethënë ekziston në një farë mënyrë edhe një mit, nëse mund të themi kështu, se si duhet trajtohet astma për shembull, apo si domethënë a është terapi e përgjithshme. Thuhet që nëse nuk ka simptoma, domethënë edhe nuk ka astmë, kjo llogaritet edhe si mit, por jo, astma është një smundje kronike që do të thotë se është gjithmonë e pranishme tek pacientët, por varet me simptomat, a janë pas simptomat të theksuara, a janë të dukshme, apo janë simptomat të mirë menaxhueshme. Ajo që ka rëndësi shumë, domthonë pacienti duhet të menaxhohet me terapinë që është rekomanduar nga specialisti, këtë rast pneumologu ose pulmologu dhe alergologu. Duhet të përcillet, domethënë nëse është me smundje të astmës alergjike, duhet përcillet domethënë me terapinë që është përcaktuar nga specialisti, por edhe duhet gjithsesi të ketë parasysh edhe inflamacioni i rrugëve të frymëmarrjes në pacient, edhe nëse ka simptomat alergjisë, shumë lehtë mund t'i aktivizoj ato me një inflamacion të rrugëve të frymëmarrjes, në këtë rast nëse ka domethënë një ftofje ose një inflamacion me gripe, këto irriton rrugët e frymëmarrjes edhe në një farë mënyrë e nxit shfaqjen e smundjes astmatike.
astmatike. Pra, çka duhet ketë parasysh, astma asnjëherë nuk kalon vetvetiju, por ajo duhet të mjekohet dhe duhet të mirë menaxhohet me terapi gjithmonë. Në disa raste, domethënë, mund të ketë parasysh se mund të ketë edhe epizode ndryshme astmatike nëse pacienti nuk e ka marrë terapinë me kohë. Domethënë, pacienti edhe pavarësisht mungesës së simptomave të astmës në disa raste, domethënë se mund të menaxhohet, mund të jetë një smundje e moderuar, mund të jetë një smundje e menaxhueshme nëse merret terapia me rregull, atëherë domethënë pacienti kalon gjithçka mirë, por nuk do të thotë që ka momente ose ndryshimet klimatike ose ndotja ambienti që nuk është i vetëdijshëm që është fut në ambient dhe mund të ketë epizode të ndryshme astmatike. Pra, rekomandoj që secili pacient që është diagnostikuar me astmë bronkiale, në këtë rast alergjike apo jo alergjike, gjithsesi të përcjellë instruksionet e specialistit, në këtë rast pulmologut, që të vazhdoj terapinë pavarësisht simptomave ose jo. Sepse mos përfile e këtyre simptomave shfaqen pastaj epizode të ndryshme astmatike që sjellin një gjendje tjetër nëse mund të thuhet komplikim. Një ndër komplikimet kryesore ndoshta tek astma bronkiale është një farë mënyre statusi astmatik, nëse mund quhet kështu. Statusi apo gjendje astmatike është një smundje, është një gjendje pajagi e rond, është gjendje emergjente që ndodh kur astma nuk kontrollohet me trajtimet standarde dhe simptomat përkeqësohen në mënyrë të rëndë, duke çuar ndoshta në sulme të rënda astmatike pacientin. Kjo është një gjendje e rrezikshme për jetën e pacientit që kërkon trajtim të menjëhershëm dhe mund të çojë në dështim në shumicën e rasteve dhe komplet frymarrjes, edhe dëm të përhershëm ose irreversibil, të pakthyeshëm nëse nuk trajtohet siç duhet, për shembull. Manifestimi ka shumë rëndësi i saj, domethënë, simptomat e statusit astmatik ose kësaj gjendje astmatike që vjen si pasojë e mos menaxhimit të smundjes janë pajagi të rënda, edhe zakonisht është vështirësi e theksuar e frymarrjes, pacienti ka vështirësi të mëdha, obstruksion, domethënë dispnei thojmë ne në jargonin mjekësor, ka vështirësi të mëdha, nuk mundet me marrë frym, shpesh e ka edhe një shtrëngim në gjoks, në krahëror. Pastaj vjen edhe frymarrja me zhurmë ose frymarrja me fishkëllima, vizing, është një simptom mund të themi karakteristike, por mund të bëhet më e vogël ose të zhduket në fazat e fundit kur rrugët e ajrit janë të ngushtuara edhe më shumë, domethënë edhe ajri nuk kalon to. Domethënë në shumë profesione shëndetësor nuk është që habiten, por duhet të kemi parasysh që ka kaluar një status astmatik bajagi i moderuar, sepse kanë filluar obstruksioni ose ngushtimi i rrugëve aq i madh saqë nuk ndëgjohet fare as vizingu, nuk ndëgjohet fare as fishklima. Edhe po të mos jesh i vëmendshëm, mundesh me menduar që po ka relativizuar situata me astmën, por jo, janë ngushtuar domethënë rrugët aq shumë saqë pacienti nuk po mundet fare, nuk po ka as fishklima, është ngushtuar edhe kalueshmëria e ajrit. Kollë të vazhdueshme mundën me pas pacientat, shpesh e shoqëruar edhe me mundim, është kollë persistente, shpejtësi të lartë frymarrjes na i themin popullorë ose tahipne, në jargon popullor false në shprehjen kështu. Pacienti mund të ketë domethënë rritje të ndjeshme të shpejtësisë së frymarrjes për të kompenzuar mungesën e oksigjenit. Në këtë rast na i themi në jargon popullor thirrët mungesë e oksigjenit apo hipoksemi dhe ka efektin e vagës. Domethënë ulet niveli i oksigjenit apo shkaktohet hipoksemia, që mund të shkaktojë probleme edhe në sistemin nervor pastaj, edhe në qarkullimin komplet të gjakut dhe shtohet niveli i dioksid karbonit apo hiperkapnia. Dhe kjo është e dëmshme për faza tjera të smundjes pastaj. Shkaktohet pastaj cianoz ose ngjyrë e kaltër e maviosja, bravo. Shkaktohet edhe maviosën edhe gishtrinjet, rrethi i buzëve, gojës, tregon mungesë të moderuar, të theksuar të oksigjenit në gjak. Mund të ketë pacienti edhe manifestim përgjumjes, lodhje, ngërçe muskulore e tjerë. Domthonë përkeqësimi i simptomave shfaqen domthonë si trajtim standard tani, domthonë nëse nuk përdoret terapia, nëse nuk reagohet me kohë, domthonë smundja statusi astmatik mundet me përfundu edhe deri tek ventilimi mekanik. Domthonë pacienti të futet në një sipak mosk, domthonë faktikisht atë metoda që trajtojnë statusin astmatik është oksigenoterapia, në këtë rast që përmena për shkak mungesës të oksigjenit. Në këtë rast domthonë administrohet duke rritur nivelin e oksigjenit në gjak për të parandaluar që thash hipoksemin ose mungesën e oksigjenit në gjak për qytetarin me kuptuar ma lehtë, pacientit mund t'i vihet një maskë oksigjenit për të siguruar frymarrje të mjaftueshme. Për ndryshe mund të ketë probleme të pa riparueshme. Pastaj duhet kombinim, duhet vazhduar me ilaçet, në këtë rast bronkodilatatorët,
na I themi në zhargonin profesional beta-agonistët me shkallë me veprim të shpejt, siç është salbutamoli, terbutalina, janë inhalator, domethënë që përdoren në nebulizator. Këto ilaçe ndihmojnë në hapjen e rrugëve të ajrit dhe lehtësimin e simptomave, jo shërimin komplet, kuptohet, por lehtësimin e simptomave. Pastaj përdoren antikolinergjikët, iprationbromidi. Ky është një ilaç ose bronkodilatator me veprim të zgjatën, që përdoret tash për të lehtësuar spazmat e muskujve të rrugëve të frymarrjes, lehtësimin e muskujve të frymarrjes dhe rrjedhimisht në këtë farë mënyrë përmirësohet tani edhe frymarrja. Janë edhe kortikosteroidet sistemik, siç janë prednizoloni, meteprednizoloni, administrohen në mënyrë intravenoze, por edhe ka që mirën edhe përmes gojës, oral, reduktojnë inflamacionin dhe në mas të madhe, edhe parandalojnë përkeqësimin e matotjeshëm të astmës. Këto ilaçe janë të rëndësishme për të kontrolluar procesin inflamator, domethënë ose pezmatimin e mushkëlive, edhe parandalojnë komplikimet tjera. Vlen të kësot edhe disa tjera, monitorimi I vazhdueshëm I funksionit frymarrjes, duhet të ketë parasysh, duhet të bëhet pacientit edhe një spirometri, domethënë me pa nivelin e oksigjenit në gjakë, monitorimin domethënë përmes edhe pulsoksimetrit dhe për të parë procesin e trajtimit për të siguruar se oksigjeni është mjaftueshëm. Injeksionet e tjera të ilaçeve të fuqishme, në disa raste statusi astmatik mund të administrohet me ilaçe edhe biologjike, siç thash me omalizumab ose mepolizumab, është një goxha të ndihshme me anë kështu, ndihmojnë në menaxhimin ose inflamacionin e rëndë të astmës. Duhet të ketë parasysh nëse edhe me këtë terapi, me këtë mekanizëm komplet organizmin nuk është shqetësuar ende statusi astmatik, nuk është menaxhuar, nuk është stabilizuar, atëherë vjen edhe në pyetje që është faza më e rëndë, ndoshta mbështetja mekanike e frymarrjes në rastet më të rënda kur pacienti ka vështirësi të mëdha për të marrë frym, atëherë mund të jetë e nevojshme ne I themi përdorimi I ventilimit mekanik, ose vendosja e ventilatorit ose sipap maskës, ose e intubimit endotrakeal. Pacienti intubohet për të siguruar një frymarrje të mjaftueshme. Domethënë, në një mënyrë kjo ndikon shumë se nëse ka infeksion në rrugët e frymarrjes, siç është pneumonia, atëherë pacienti nëse nuk është menaxhuar me antibiotike me kohë, atëherë infeksioni I astmës mund të përkeqësohet. Domethënë, duhet të ketë parasysh edhe ecuria e smundjes pacientit më herët, nëse veç ka qenë me pneumoni, nuk është mjeku mirë me antibiotik, ka ndikuar në shtimin e smundjes edhe më tutje. Doktor Leonard, kemi hyrë minutat e fundit të misionit, dhe zakonisht për fund flasim për preventive. Na ka mundësi të prevenohet paraqitja e astmës? Astma, si thamë edhe më herët, domethënë nuk mund të trajtohet në plotëni, nuk mund të trajtohet në përgjithësi, por është smundje që mund të menaxhohet me sukses nëpërmjet një kombinimi të trajtimit të ilaçeve, ndryshimit në një farë mënyrë të stilit të jetesës dhe monitorimit të rregullt, domethënë të jetës ose situatës së pacientit, përdorimi I terapive të duhura, shmangja e faktorëve të përkeqësimit dhe mbështetja vazhdueshme janë çelësi për të jetuar me këtë smundje pa kufizuar shumë aktivitete të përditshme. Domethënë, kjo smundje mund të menaxhohet në përgjithësi në një mas të madhe edhe mund të mos në farë mënyrë mund të mos reduktohet asnjë aktivitet ditor I përditshëm, vetëm nëse merret terapia e rekomanduar nga specialisti, këtë rast profesionisti shëndetësor. Doktor Leonard, për fund, cili do të ishte mesazhi për dëgjuesit e emisionit Stetoskop? Mesazhi për dëgjuesit tuaj të respektuar do të ishte gjithmonë përcjellni rekomandimet e mjekëve tuaj, këshilluesve tuaj shëndetësor që smundja të trajtohet në masën e duhur dhe ju të jeni sa më të shëndetshëm dhe sa më të hershëm në rrethin tuaj familjar dhe në rrethin tuaj shoqëror. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshirojmë sukses në punën tuaj. Faleminderit I nderuar Muhamet dhe shëndet dhe gjithë mirat për juve dhe jetë gjatësi për emisionin tuaj. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot në Stetoskop. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni me tutje në valët e programit tonë.